Mirëdita. Deklarat e Partisë Demokratike. Trajtimi çnjerëzor i kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta, akt i hakmarrjes primitive të Edi Ramës. Ish presidenti i Republikës, ish kryetari i Parlamentit dhe ish kryeministri i vendit Ilir Meta, aktualisht kryetari i Partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë, i burgosur politik, u paraqit dje në sallën e gjyqit, i ndryrë në kafaz xhami, sikur të ishte një terrorist i rrezikshëm, ndonse ndaj tij nuk ekziston absolutisht asnjë provë e faktuar për ndonjë vepër penale të çdo natyre qoftë ajo. Ky akt çnjerëzor brutal, i urdhëruar direkt nga Edi Rama, riktheu para shqiptarëve skenat e gjyqjeve politike staliniste të Enver Hoxhës, babait shpirtëror të Edi Ramës dhe skulptorit xhelat Kristaq Rama, babait biologjik të Edi Ramës. Ky akt hakmarrës i verbër nuk është një qëndrim i rastit, as dhe i izoluar ndaj ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit parlamentit, zotit Ilir Meta. Në tetor të vitit 2024, me urdhër direkt të Edi Ramës, Ilir Meta u arrestue, ndër filmim tek hynte në Tiranë nga policia, pa i paraqitur asnjë flet arresti. Ai u nxorr me forcë në rrugë nga makina me cilën udhëtonte në mbrojtjen e gardës së Republikës, u tërhoq zvarr dhe u godit para kamerave nga policë të porositur për aktin e tyre dhe si person nën hetim u dërgua në burg. Gjatë këtyre 17 muajve në burg, si person nën hetim dhe në kundërshtim me kushtetutën ndaj Ilir Metës, ish presidentit Republikës, ish kryetarit parlamentit dhe ish kryeministrit të vendit dhe aktualisht kryetarit të Partisë së dytë më të madhe opozitare, është ushtruar dhurë dhe terror psikologjik, periodik, madje dhe fizik, janë organizuar provokacion ndër më të ulta dhe më të rrezikshme, janë dhunuar të drejtat kushtetuese më elementare. Partia Demokratike denoncon dhe denon me forcën më të madhe arrestimin, paraburgimin, qëndrimet çnjerëzore në burg dhe në sallën e gjyqit të urdhëruara direkt nga Edi Rama, bastardi bllokmenëve hoxhist, ndaj kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm nga paraburgimi. Partia Demokratike i bën thirrje Komitetit Antitorturë të Këshillit të Evropës të ndërhyjë me urgjencë ndaj akteve të hakmarrjes primitive, antikushtetuese ndaj Ilir Metës të Edi Ramës, armik i egër i pluralizmit politik dhe Ramaduro i vetëm i parë dhe i vetëm në Europë. Faleminderit. Reportëv përqendruar tek seanca e dieshme e zotit Meta, krahas kërkesës së tij për të mos qëndruar në kafazin e Qelsh, gjykata po ashtu i rrëzoi edhe kërkesën që seanca të ishte tërësisht publike. Andan Sali Berisha të njëjtin qëndrim me Ilir Metën që seancat gjyqësore të bëhen publike dhe në syt edhe të opinionit publik apo mbase edhe të medias për të marrë vesh se çfarë ndodh në ato seanca. Faleminderit. Unë mendoj dhe kam bindjen më thellë se çdo seancë
çdo seancë, përjashtu ato të cilat kanë sekrete të sigurisë dhe mbrojtjes vendit, duhet të jenë publike dhe vetëm publike. Kjo është një normë për çdo vend të lirë. Kur një seancë bëhet e mbyllur, bëhet për qëllimet të sekretit shtetëror dhe asgjë tjetër nuk mund të mahet fshehur nga mediat dhe publiku. Ky është mendimi im dhe jam plotësisht ky është dhe standardi i çdo vendi të lirë, por jo i diktaturave autoritare e aq më pak narkodiktaturave, të cilat ndjekin omertën apo ligjin e heshtjes, pra heshtje mediatike kam fjalën po, e kanë ligjin e tyre themelor. Koment për përplasjet e brendshme në Partinë Socialiste, të cilat duket se janë thelluar edhe më tepër, duke marrë parasysh atë se çfarë ndodhi dje në mbledhjen e grupit parlamentar, ku Edi Rama ka kërcënuar deri me përjashtim Elisa Spiropalin për shkak të postimeve të saj në rrjetet sociale dhe mungesën mos pjesëmarrjen e saj në votime. Ajo parti sot është më shumë se kur parti krimi. Ajo parti është lubizuar totalisht. Ajo parti sot është parti mburoj e krimeve monstruoze ndaj shqiptarëve, e vjedhjeve monstruoze dhe plaçkitjeve që Edi Rama, organizatat e tij kriminale, qeveri dhe parlamentarët e tij i bëjnë fondove dhe pasurisë publike. Ky është komenti. Partia dhe qeveria janë lubizuar përfundimisht. Janë gramat e fundit të një regjimi që bën gjithçka për t'u mbajtur në këmbë, por që shqiptarët kanë vendosur ta hedhin poshtë. 24. Në 23 maj do shkoni për të rikandiduar për kreun e Partisë Demokratike. Keni bërë një libër me qindra faqe për krimet zgjedhore të pretenduara nga Partia Socialiste në vitin 2025, në zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkohë, a i keni përfunduar analizën e brendshme të Partisë Demokratike? Faleminderit për pyetjen. Së pari njëherë, ai libër Mira faqesh është një kontribut historik në mbrojtjen e votës shqiptarëve. Ai libër Mira faqesh është bërë libër traktat themelor në tryezat e të gjithë atyre që besojnë tek vota e lirë. Së dyti, analiza e Partisë Demokratike po bëhet në të gjitha degët, në disa prej tyre është proces në vazhdim, por gjithçka po zhvillohet në përputhje me rregulloret dhe statutin. Ajo që ka rëndësi shumë i dashur Osman është kjo, se në këtë parti po votohet dhe po zgjidhen kryetarët e degëve me vullnetin e lirë të antarëve të Partisë Demokratike. Në një kohë kur partia e krimit që në vitin 2009 nuk ka njeri që mund thotë se ka hedhur një vot.